Ai, Jezusi, u propozoi atyre një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qeve i ngjan një njeriu që mbolli far të mirë në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër në përgruar dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt, u duk edhe egjëra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë: "Zot, a nuk e mbjell far të mirë në arën tënde? Vall nga doli egjëra?" Dhe ai ju tha atyre: "Këtë e ka bërë armiku." Atëherë shërbëtorët i thanë: "A do ti të shkojmë e ta shkulim?" Por ai tha: "Jo, kam frikë se duke shkulur egjërën, bashkë me të do të shkulni dhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do t'u them korzve: mlidhni më parë egjërën, lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim."